paraqitja më ne intolerancave të ndryshme. Unë nuk e di bre vëlla çka po ndodh, mirë po ose ndoshta përpara s'kemi bë testet të intolerancës. Është rrit ndoshta edhe numri i të ushqyrit me formula. Mirë po kemi intoleranca të tepër të cilat po tash. Pra për me ikë të gjitha këtyne gjana. Mandej më falni edhe se përmenda për alergji. Alergji, ekcema, mundën me qenë këto ndryshimet të cilat një përdorim i ushqimit jo në kohën e duhur, se duhet të dim edhe me çka me fillu me ushqy. Edhe përdorimi i formulave që nuk e kanë, nuk është si qumshti i gjinit, është ajo, shumë letë mundën me qenë alergji në proteinat të qumshtit apo në laktozet, gjitha këto. Prandaj, unë e mendoj që definitivisht një nanë gjithdhanse e cila përjashtohen disa raste, i përmendim mandej, e cila ka mjaftueshëm qumshtë, ajo definitivisht mos të filloj para mujit të 6. Me ikë disa gjanave të cilat janë të dokumentume.